Kjo ishte dhe supa verore me kos e freskët, e shishme dhe me vlera ushqyese. Të dashur ndjekës, do bëj një supë verore të preme me kos, ka marrë një gotë kos dhe një gjokë spule. Gjoksi ka zi ashtu me lëkurën, unë e kam zi më përpara, do ta lej tash të nxehet edhe do punoj supën me këta. I largoj dhe këto pjesët, këto nuk më duhet, po unë për të marrë esencën e lëngut, që të dali lëngu më i shishëm, ja futa dhe krahët. Po këto nuk do t'i hedh në supë. Lëngun do t'a heq veçantë. Tashti i hudhim i pik vaj, që do ka vërdisim millin. Edhe një pjesë do t'a hudhim me klyn. Tashti do t'i hedhim një lugë e gjysmë me miell. Nuk do e lejmë të skuqet milli, po do e hedhim tashti. Do t'a kullojmë, se si dihet. Do të gjetë lëngun, se nuk na duhet i gjithi për të bërë supën. E përzim pak. Do t'a lejmë pak të trashet me millin, lëngu. Tu kam kosin. Kosin do t'a rraf pak para se t'a hudh. Rreth 300 gram. Po t'jetë shumë i omël, hudhini pak limon. Do t'a rrafim tash këtë. Me 2 kokra krip. Po gjithmonë do hidhet e rrafme. Do e largojmë tash, që të ftofet pak, që mos na presje kosin. E lejmë pak hap që të ftofet. Tu ka majdanozin, një lugë majdanoz të hudhme. Tashti që u ftof pak, unë do t'i hedh kosin, avash. Edhe hudh avash. Tashti e vej prap pak, që të mori një val. Pa oriz, pa gjo, vetëm supë krem, edhe me pak piper të zi. E nezim pak me zjarë të avashët, se dihet që gjoksi nuk ka, do t'a presim me copa, jo me fije. Ashti që mori val, do hudhim copat e gjoksit. E fikim punellën, se s'na duhet, sa të mori val. Është në rregull, dhe do t'i hedhim pak klyn të freskët në këto momente, që t'i japi shije. Pak piper. Kjo ishte dhe supa verore me kos e freskët, e shishme dhe me vlera ushqyese. Gjoksi i butë edhe i shishëm në gojë. Na bëft mirë dhe ne. Tashti e largoj se pritet dhe hollohet.